A do të dashuroheshe me dikë që e ke quajtur motër gjithë jetën? Ata u rritën bashkë ndan lodrat, sekretet, dhimbjet. Për botën ishin vëlla e motër. Për njëri tjetrin ishin gjithçka. Por një ditë gjithçka ndryshoi. Një shikim që zgjati më shumë se duhej. Një prekje që nuk dukej më e pafajshme. Një ndjenje që nuk duhej të ekzistonte. Dhe kur më në fund vendosën të përballen me të vërtetën, zbuluan diçka edhe më të errët. Diçka që do t'i shkatëronte për gjithmonë. Sepse ndonjëherë dashuria nuk është mëkati më i madh. E vërteta është fëmijëria që dukej perfekte. Eliani dhe Arba u rritën në të njëjtën shtëpi, në të njëjtën qati me të njëjtin mbiemër, që në moshë të vogël ata nuk ishin thjesht vëlla e motër, ishin të pandashëm. Në oborin e madh të shtëpisë së tyre të vjetër, ata kalonin orë të tëra duke luajtur. Arba gjithmonë ndiqte Elianin pas, duke qeshur me çdo gjë që ai bënte. Ai ishte mbrojtësi i saj, heroi i saj i vogël. Mos u largo shumë, i thoshte gjithmonë ai. Jam me ty, i përgjigjej ajo. Prindërit e tyre dukeshin të rrept, sidomos babai, një burr i heshtur që nuk shfaqte shumë emocione. Nëna ishte më e butë, por kishte një lloj trishtimi në sy që nuk largohej kurrë. Ndonjëherë në darka, kur Arba qeshte shumë, babai i tyre shikonte me një vështrim të çuditshëm si frikë, sikur po ruante një sekret. Por ata ishin fëmijë, nuk e vinin re. Për ta, jeta ishte e thjeshtë, derisa nuk ishte më. Vitet kaluan. Fëmijëria u zbeh dhe vendin e saj e zuri diçka më e ndërlikuar. Eliani nuk ishte më ai djali i vogël. Ishte bërë i heshtur, i tërhequr. Arba nuk ishte më vajza e vogël që e ndiqte kudo. Ajo ishte bërë e bukur, e fortë, por edhe e hutuar. Ndryshimi filloi ngadalë. Një ditë vere, ndërsa po qëndronin në verandë, Arba e kapi dorën e Elianit. Ishte diçka e zakonshme, apo jo, por këtë herë ai nuk e hoqi dorën, dhe ajo nuk e lëshoi. Sytë e tyre u takuan për një moment që dukej i pafund, dhe pastaj të dy u larguan me njëherë. Asnjëri nuk foli për këtë, por diçka kishte ndryshuar. Nga ajo ditë, çdo gjë u bë më e vështirë. Afërsia e tyre filloi të ndihej e ndaluar. Fjalët u bën më të rralla, por heshtja më e rëndë. Arba filloi të shmangte shikimin e tij. Eliani filloi të largohej nga shtëpia për orë të tëra. Por sa më shumë përpiqeshin të largoheshin, aq më shumë tërhiqeshin drejt njëri tjetrit. Ishte si një forcë që nuk mund ta ndalonin. Dhe kjo i tremte. Një natë, ndërsa shtëpia ishte e qetë, Arba nuk mund të flinte. Zbriti poshtë për të pirë ujë, por ndaloi kur dëgjoi zëra nga dhoma e prindërve. Zëri i nënës ishte i dridhur. Nuk mund ta fshehim më, ata po e ndjejmë. Babai u përgjigj me një ton të ashpër. Është shumë vonë për të vërtetën. Nëse e mësojnë gjithçka shkatërohet. Arba u ngrir. Çfarë po fshihnin? Për kë po flisnin? Dhe pse dukej sikur kishte lidhje me të dhe Elianin? Ajo u kthye ngadalë në dhomën e saj, me zemrën që i rrihte fort. Mendimet i vërtiteshin pa pushim. Ndërkohë në dhomën tjetër, Eliani ishte zgjuar. Ai gjithashtu kishte dëgjuar diçka. Dhe për herë të parë një mendim i tmerrshëm i kaloi në mendje. Po sikur ne nuk jemi vërtet vëlla e motër, por ajo që nuk dinin, ishte që e vërteta nuk do t'i çlironte, do t'i shkatëronte. Ditët pas asaj nate ishin të mbushura me heshtje të rëndë. Arba dhe Eliani nuk po flisnin më si më parë. Secili mbante brenda një pyetje që nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë. Por kur një mendim lind, ai nuk zhduket. Ai rritet. Një pasdite, ndërsa prindërit nuk ishin në shtëpi, Arba hyri në dhomën e tyre. Nuk ishte diçka që e bënte zakonisht. Zemra i rrihte fort, si të ishte duke bërë diçka të ndaluar. Dhe ndoshta ishte. Ajo hapi një sirtar të vjetër, të mbuluar me letra dhe dokumente. Fillimisht nuk pa asgjë të pazakon. Fatura, letra të vjetra, fotografi familjare. Derisa gjeti një zarf të verdh, pa emër, pa datë, vetëm një ndjenje që nuk duhej ta hapte. Por e hapi. Brenda ishte një certifikat të lindjeje, jo e saj, jo e Elianit, një tjetër emër, dhe mbi të një shënim i shkruar me dorë. Fëmia duhet të zhduket nga dokumentet. Askush nuk duhet ta di. Dora e Arbës filloi të dridhej. Në atë moment dëgjoi derën e përparme të hapej. Ajo ngriti kokën. Eliani ishte kthyer, dhe këtë herë nuk kishte më kthim pas. Çfarë po bën këtu? Zëri i Elianit ishte i ftohtë, por i mbushur me tension.
Arba u kthye ngadalë me letrën në dorë. Si jemi vëlla e motër, apo jo? Heshtje. Një heshtje që zgjati më shumë se çdo përgjigje. Eliani nuk foli me njëherë. Ai e pa drejt në sy dhe për herë të parë nuk u përpoq ta mohonte. E kam menduar edhe unë, tha më në fund. Arba ndjeu sikur toka po i zhdukej poshtë këmbëve. Dhe nuk më the asgjë. Çfarë doje të thosha? U përgjigj ai me nervozizëm. Që çdo gjë që kemi jetuar mund të jetë një gënjeshtër. Ajo u afrua një hap. Unë dua të di të vërtetën. Ai e pa me një shprehje që përziente frikë dhe diçka tjetër, diçka më të thellë. Po sikur të vërteta të jetë më e keqe se ajo që po mendojmë. Arba heshti, por nuk u tërhoq, sepse tani nuk ishte më rrugë mbrapa. Ajo natë ndryshoi gjithçka. Ata nuk ishin më thjesht dy të rinj që dyshonin për të kaluarën. Ata ishin dy njerëz që po përballeshin me një të vërtetë që mund t'i shkatëronte. Dhe në mes të kësaj ishte ndjenja që nuk duhej të ekzistonte. Ndërsa qëndronin përballë njëri tjetrit në dhomën e errët, tensioni ishte i padurueshëm. Duhet të ndalojmë, tha Arba me zë të ulët. Çfarë? Pyeti Eliani. Ajo nuk foli me njëherë, por sytë e saj thanë gjithçka. Ai u afrua. Shumë afër. Ti e ndjen apo jo? Përshpëriti ai. Zemra e saj rrihte fort. Po, pranoi më në fund. Një moment, një gabim, një vijë që nuk duhej kaluar. U thye. Dhe sapo ndodhi, dera u hap me forcë. Babai i tyre qëndronte aty, me sy të mbushur me zemërim dhe frikë. Ju paralajmërova, tha ai me një zë të errët, por tani është shumë vonë. Dera u përplas pas babait. Hapat e tij kumbonin në dy sheme, të rëndë të vendosur. Arba dhe Eliani u tërhoqën me njëherë, si të kapur në një faj që nuk mund të shlyhej. Por këtë herë nuk kishte më justifikime. Çfarë po ndodh me ju? Zëri i tij nuk ishte thjesht i zemëruar. Ishte i friksuar. Dhe kjo ishte më e keqe. Arba ngriti letrën që mbante në dorë. Na e thuaj të vërtetën. Babai e pa. Për një moment, sytë e tij u zbutën, pastaj u errësuan sërish. Nuk duhet ta kishit gjetur këtë. Eliani bëri një hap përpara. Atëherë pse e fshehe? Çfarë jemi ne? Një heshtje e gjatë mbushi dhomën. Pastaj nëna hyri ngadalë me sy të mbushur me lot. Sepse, filloi ajo me zë të dridhur, ju nuk jeni ajo që mendoni. Zemrat e tyre ndaluan për një çast. Babai mbylli syt, si të dorëzohej më në fund. Eliani, ti nuk je djali im. Fjalët ranë si rufe. Arba u kthye nga ai, e tronditur. Çfarë? Por kjo nuk ishte e gjitha. Babai vazhdoi. Dhe ti, Arba, nuk je vajza e saj. Heshtje. E rënd. E padurueshme. Ju nuk jeni vëlla e motër, tha ai më në fund. Një frymëmarrje e thellë. Një çlirim, që zgjati vetëm një sekond. Sepse ai shtoi. Por jeni më shumë se kaq. Nëna ul në karrige, duke qarë. Shumë vite më parë kishte një aksident. Babai vazhdoi historinë me zë të rënd. Një familje tjetër miqtanët. Ata kishin dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë. Arba ndjeu një të ftohtë që i përshkoi trupin. Pas aksidentit vetëm një fëmijë mbijetoi. Ose kështu menduam. Eliani shtrëngoi grushtat. Po ne. Babai e pa drejt në sy. Ne morëm një vendim. Një vendim që nuk duhej marr kurrë. Ndarëm të vërtetën. Nëna vazhdoi me slotëve. Njëri prej jush ishte fëmia ynë biologjik. Tjetri ishte nga ajo familje. Arba filloi të dridhej. Kush është kush? Heshtje. Pastaj përgjigja që shkatërroi gjithçka. Ju jeni binjak. Zëri i babait u thye për herë të parë. Binjak të ndarë në lindje. Bota u ndal. Gjaku u fto. Ajri u bëi rënd për t'u marrë frym. Sepse kjo do të thoshte vetëm një gjë. Ndjenja që kishin. Nuk ishte thjesht e ndaluar. Ishte e pamundur të falej. Arba u tërhoq mbrapa, si e goditur. Jo, kjo nuk është e vërtet. Eliani nuk lëvizi. Ai vetëm e shikonte me sy bosh. Gjithçka që kishte ndjer, gjithçka që kishte luftuar brenda vetes. Ishte reale. Dhe ishte e gabuar. Nuk e dinim, përshpëriti Arba. Ne nuk e dinim, por e vërteta nuk fal. Babai u afrua me një ton të ashpër. Kjo është arsyeja pse ju mbajtëm larg së vërtetës. Për t'ju mbrojtur. Na mbrojtët. Shpërtheu Eliani. Na shkatëruat. Heshtje.
Askush nuk kishte më përgjigje, sepse disa gabime nuk mund të rregullohen. Arba u kthye drejt derës. Unë nuk mund të qëndroj këtu. Zëri i saj ishte i thyer. Ajo doli pa u kthyer. Eliani qëndroi për disa sekonda pastaj ndoqi pas, por jo për ta ndaluar, sepse e dinte se disa rrugë ndahen për gjithmonë. Ata u rritën si vëlla e motër, ranë në dashuri si të huaj, dhe u ndanë si dy njerëz që nuk mund të ekzistojnë në të njëjtën botë, sepse ndonjëherë sekretet nuk të mbrojnë, të shkatërrojnë.